Bashkia e Tiranës ka nisur ndërtimin e shkollës 9-vjeçare Hoxha Tahsin sipas një projekti që parashikon që kapacitetet e saj të arrijnë në 1000 nxënës. Punimet janë në fazën e hedhjes së themeleve dhe u nduqën nga afër nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i shoqëruar edhe nga deputeti Besnik Bare. Pasi u njoh me detajet e projektit dhe afatet e realizimit të tij, Kryebashkiaku Veliaj garantoi se shkolla do të ofrojë jo vetëm më shumë vende, por edhe kushte bashkëkohore për të gjithë nxënësit. Ai deklaroi se është gati projekti për ndërtimin e 20 shkollave të reja me partneritet publik-privat. Ndërkohë që ne përgatisim projektin e madh, se si në partneritet publik-privat do të fillojmë me njëherë ndërtimin e 20 shkollave, është shumë e rëndësishme që ato financat që kemi mbledhur këto vit fillojmë t'i disbursojmë në këto investime. Kështu që teksa presim edhe një javë apo 2 javë që të fillojë viti i ri arsimor, ne jemi duke bërë disa gjëra. Kemi filluar një shkollë të re këtu ke Hoxha Tahsin, një shkollë të re në kombinat dhe shkollën e re tek Bregu Lumit. Po mbarojmë rikonstruksionin e disa shkollave prap të njësisë tonë dhe po rehabilitojmë çdo shkollë, të 200 shkollat e Tiranës, nga fshati më i largët në Shëngjerq deri ke shkollat në mes Tiranës në blok apo këtu afër në Pazarin e Ri. Veliaj deklaroi se në këtë vit shkollor në Tiranë do të ketë vetëm 2 gjimnaze me 2 turne. Për herë të parë Tirana do ketë vetëm 2 gjimnaze me 2 turna, që është Ismail Qemali edhe Sami Frashi. Në momentin që ne do të ndërtojmë shkollat e reja, të cilat do të kenë mundësi, besoj brenda një viti, të sistemojnë të gjithë problematikën e shkollave me 2 turne, besoj që ky mandat do të mbyllet pa pasur asnjë shkollë me 2 turne në Tiranë. Paralelisht me ndërtimin e 3 shkollave në kryeqytet, Bashkia e Tiranës është angazhuar plotësisht që të riparojë, lyejë dhe pastrojë të gjitha shkollat ekzistuese në territorin e kryeqytetit, në mënyrë që të jenë gati për fillimin e vitit të ri shkollor.